Klasikja e futbollit shqiptar për kategorinë U21 u mbyll në barazim 2-2. Me njëherë pas ndeshjes me Tanerin e Tiranës të mirënjohur Gentian Muça që jo shumë larg ka lutur edhe për uniformën kuqe blu. Profesor, që barazimi i drejtë që po thosh? Po, më thënë drejtën, ajo që ka dhënë fushën e lojës ishte e merituar për dy skuadrat barazimi dhe sigurisht që donin të fitonin pasi ishin në avantazh 2 herë, po gjithsesi i kënaqur me lojën dhe rezultatin. Jashtë rezultatit apo edhe klasifikimit që nuk është në vendet e nderit, i kënaqur me elementin që keni në dispozicion? Më thënë drejtën, çdo vit e ka më tepër problematika U21-shi, jo thjesht për skuadrën e Tiranës, por kujtoj që edhe ju keni qenë shumë më mirë herët e kaluara, pra niveli ka qenë shumë më i lartë. Nuk e di se ç'po ndodh aktualisht edhe me formulën e U21-shit, jo se thjesht nuk po funksionon, por nuk ka interes nga klubet. Diçka për skuadrën e parë, profesor, një sezon për të harruar, me shumë oscilacione dhe me një mbijetesë në limitet e fundit, minuta e fundit në play-out me Pogradecin siguruat. Po përdon shqyr Zotit që shpëtoi, sepse do ishte disfat shumë e madhe morale më tepër edhe një tjetër zbritje në kategorinë e parë. Sigurisht nuk ka hije jo thjesht skuadrës së Tiranës, por paktën ato skuadra emblem që edhe kanë dhe tifozët duhet të japin tonin kampionatit shqiptar, fatkeqësisht nuk po ndodh. Sezoni nisi me probleme, vazhdoi dhe i e tillë u mbyll. Pra shpëtimi mund të themi dhe qëndrimi në Super League, shpresoj që të jenë nisë e mbarë për vitin pasardhës. Edhe diçka në fund për fazën finale, Vllaznia dhe Egnatia, pasi eliminuan Shkodanë, Dinamon dhe Egnatia Partizanin, do të diskutojnë me 12 maj në orën 20 në kryeqytet titullin kampion. Me 11 do diskutojnë tjerët. Me 11 është tjetër, po me 12 e vërtet. Mund duket që e pasakon ditë hënë, por gjithsesi skuadrat e kanë kualitetin për të dhënë një spektakël në fushën e lojës. Është një ndeshje e barabartë, pra nuk favorizon askënd ai barazimi i renditjes në klasifikim kur vjen në gjysmë finale. Sigurisht që Vllaznia është afër asaj ëndrrës së dëshiruar prej shumë vitesh, që nuk po arrin dot. I ndodh përsëri me Përdarish, i cili kishte mundësi edhe para disa vitesh. Përballë ka një Egnatia shumë të fortë, një ekip të konsoliduar, do jetë një ndeshje, shpresoj që të bëhet një ndeshje spektakolare dhe të kënaqë shikuesit jo thjesht në stadium, por ato që do ndjekin nga televizori. Mucho faleminderit. Faleminderit. Respekte. Gjithashtu.